Jena të janis një projekte të ri me Radio Dugazhinin, është një projekt që e kom pas në shtanë menjësh një 3 vjetë. Është një emision që ka të bëj me muzikë, me hip-hop, R&B, ka me ko një platformë ku ketë artistat kanë me mujtë me ardhe dhe mi promovu singlat, albumet, EP-at, krejt këto. Po besoj që diçka që nuk ka pas deri tash dhe diçka shumë që i duhet industrisë të muzikës. Art Studio ka fillu pikërisht me këtë ide. Normal që duhet me konë artista kualitative dhe të talentuar, po megjithatë do jetë dera e hapur për të gjithë. Emisioni ka me qenë deri në fund të vitit. Çdo të mërkure në ora 22 mund të na dëgjoni në frekuencat e Radio Dugazhinit, po ashtu jena edhe në YouTube, TikTok, Spotify, Facebook, Instagram, në ketë këto rrjete sociale që janë bo shumë stashë. Sen që do na me potencuar që çdo artist që vjen këtu ka me performu kont live. Do me thonë këtu nuk kena me post playback, edhe çdo artist ka me mujt me ardh edhe me tregu aftësinë e tij në performancë live. Sa të edhen që ndoshta edhe pyetja kryesore në klub apo kudo që performojnë artistat është jo nuk po kënoj live, jo kështu jo ashtu. Kështu që po mendoj që Art Studio ka me konë ajo platformë ku të gjithë kanë me mujt me ardh dhe me tregu që mujnë me repovat ose me këndu live. Unë të jo mordë në Art Studio se këna posë me bo një intervjist në Fisin. E këna folja që një ko, po si më bo sene qështu. Këna me mojtë një intervjist, ko me folja për EP-n që ta është veç u lansu. Është EP-a Versetit, që është me 6 bashkëpunime që ku mbo, që janë shumica artista që janë veç kam po sukseset e tyne edhe janë paka shumë të, qysh me thonë, dëshmu para njerëzve. Është një kohë interesant për muzikë. Po më duket që është një kohë e kalimit gjeneratave, është një kohë e një frymë streqe të ardhe dhe kush menon që është ka potencial për me konë që aty është mirë mu bu pjesë e saj, se menej që ka mu bu shumë interesant. Se me thonë sezona e dytë një vazhdimësi e një sezonë që veç u konë shumë e fort para neve.